Në Universitetin Fanoli në Korçë u mbyll simpoziumi i tretë ndërkombëtar shkencor për liçenet e Prespës, ku morën pjesë studiues dhe ekspert nga vendet e rajonit. Sesioni i fundit u mbyll me prezantimin mbi menaxhimin adaptues të biodiversitetit dhe vulnerabiliteti i tij në Parkun Kombëtar të Prespës, ndikimet e ndryshimeve klimatike në kultivimin e fasules, karakterizimin e hyrjeve në liçenin e Prespës përmes analizës hidrokimike dhe izotopeve të qëndrueshme dhe ruajtjen e habitateve të ligatinave në gjithë pellgun e Prespës. Jemi duke diskutuar bashkë me studiues nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe nga Greqia për tematikën e biodiversitetit dhe ndikimet që ka ndryshimet klimatike për liçenin e Prespës, për gjitha llojet e ndryshme të basenit ujëmbledhës të Prespës dhe për efektet që ka sidomos tek komuniteti lokal në të treja anët e liçenit të Prespës, cilët janë ata që janë dhe përdoruesit kryesor, janë banorët që gjenden më afër këtij biodiversiteti dhe që kanë bashkëtuar me të për shekuj. Rënja e nivelit drastik të liçenit të Prespës në nivele historike të tilla si këto që po përjetojmë tashmë dhe nëpërmjet këtij simpoziumi ne u përpoqëm që të sjellim së bashku studiuesit, autoritetet lokale dhe qendrore nga të treja shtetet për të diskutuar së bashku se si të gjithë ne mund dhe duhet të kontribuojmë për të gjetur zgjidhje për të përshtatur ndaj këtyre ndryshimeve klimatike. Pjesëmarrësit theksuan se menaxhimi i parkut kërkon bashkëpunim të ngushtë mes Shqipërisë, Greqisë dhe Maqedonisë së Veriut, si dhe shkëmbim të vazhdueshëm të dhënave shkencore. Të konsideruara ndër ekosistemet më të vjetra dhe më të rëndësishme në botë për shkak të biodiversitetit, këto zona mbeten një pasuri e përbashkët natyrore. Ajo që kam vënë re gjatë qëndrimit tim këtu është se pavarësisht ndryshimeve historike dhe sfidave sociale, komunitetet lokale kanë luajtur një rol kyç në ruajtjen e tyre. Në këtë simpozium, ne palët pjesëmarrëse u shprehëm të vendosur për të vijuar përpjekjet e përbashkëta, duke parë në këtë simbolik një hap drejt një të ardhmeje të qëndrueshme për njerëzit dhe natyrën. Përballë situatës së thatësirës, theksuam se nuk ekzistojnë zgjidhje magjike, por nevojiten masa konkrete dhe bashkëpunimi vazhdueshëm. Gjatë diskutimeve u theksua se njohja e plotë e situatës mjedisore është baza për gjetjen e zgjidhjeve konkrete për sfidat që përballet rajoni i Prespës.